natyror, bashkë me paradithash me lagunën, Karvastaz dhe gjithë. Duke se ju a keni bërë me hile. Sepse unë jam më shumë i turizmit, që vërtet ka një kombinim aty, natyra i ka dhënë gjithçka Divjakës, i ka dhënë pyllin, i ka dhënë lagunën, i ka dhënë detin, i ka dhënë gjitha, domethënë. Dhe nuk është nevoja të zjatëm në këtë, sepse po thuhet gjithë shqiptarët e njohin Divjakën dhe e dinë çfarë ofron ajo. Ajo që unë doja të theksoja është, po kalojnë vite, po bëhemi 20 vjet pas tranzicionit, dhe duhet bëjmë një bilanc ku jemi me këto zona, çfarë kemi shfrytzuar mirë, çfarë kemi shfrytzuar keq, dhe çfarë duhet bërë që këto vërtet jenë zonat mirëfillta, përveç përdorimeve tjera, parazgjithash turistik, sepse aty është vlera kryesore e këtyre zonave. Dhe kur krahason Divjakën, hecurinë e saj shef goxha përmirësime, por shef dhe gjëra që mund të bëhen më mirë. Shef tani në Divjak, ne sot ishim atje, shef që rrugët kanë goxha ndryshim, lokale ka gjithmonë më moderne. Problemi është ai rregullimi i përgjithshëm i territorit dhe një zone turistike me gjithë infrastrukturën e nevojshme. Dhe këtu ka vend shumë për të bërë, që nga mirëmbajtja e këtyre zonave, ruajtja e asaj pasurie dhe rregullimi në mënyrë të tillë që ai që vjen turist vi vërtet për të shplodhur dhe jo për të stresuar në zona të tilla. Divjaka, si çdo zonë në Shqipëri, kaloi ato fazat e vështira të mund të një ndërtimi kaotik, të një zhvillimi kaotik turizmit, dhe ka ardhur koha që këto gjëra të sistemohen, të rregullohen, por këtë nuk mund ta bëjë një njeri apo një bashki apo një komunë, duhet që i gjithë rrjeti të funksionojë siç duhet. Dhe ajo që ne të paktën arrim të bëjmë nëpërmjet këtij projekti është, ose një nga gjërat kryesore është sensibilizimi i njerëzve për evidentimin e këtyre vlerave, ruajtjen e tyre dhe nxitjen e një zhvillimi më të mirë, të qëndrueshëm në të ardhmen. Ishim sot ke shkolla e mesme e Divjakës dhe vërtet ishte një kënaqësi e madhe kur interesi i nxënësve viti 3, viti 4 i shkollës mesme ishte sa nuk i zinte salla, domethënë. Dhe kjo të kënaq që ata janë të ndërgjegjshëm për vlerat e veçanta që ka Divjaka, që ofron natyra. Këtu është një pikë shumë e rëndësishme, qofse do zhvillohet siç duhet, i takon këtij brezi, sidomos që në radh parë ndryshoj mentalitetin mbi mjedisin, rëndësinë e tij, dhe pastaj ata ta vazhdojnë më tej atë zhvillim dhe në një bazë akoma më të mirë, më të